Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajirin wa ala jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Emrin e Allahut, të gjithë mëshirshit dhe shpirtit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithë dhe më përshëndetjen e bukur islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në ajetin 70 të surës Isra, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Në të vërtet, ne i kemi nderuar bijtë e Ademit, po kemi bërë të mundur që të udhtojnë në tokë dhe në det, ku kemi dhënë ushqime të mira e të lejuara dhe i kemi ngritur lart mbi shumë prej atyre që kemi krijuar. Në këtë ajet, Allahu i madhruar na kujton se njeriu është i nderuar tek Allahu. Njeriu ka dinjitet dhe vlerë të veçantë ndërmjet të gjitha krijesave. Ky nderim nuk është rastësor, por është dhurat nga Allahu fuqiplot, që lidhet me aftësitë, përgjegjësinë dhe rolin e njeriu në tokë. Mirë po, është për të ardhur keq se njerëzit e poshtrojnë njëri tjetrin, e fyejnë, e tallin dhe e përçmojnë njëri tjetrin. Pra në kundërshtim me thënien Allahut fuqiplot, që thot ne i kemi nderuar bijtë e Ademit. Dhe kjo fyerje, tallje, përçmim bëhet pra me forma të ndryshme. Dhe njëra ndër format e përhapura këto ditë që përdoret për fyerjen, poshtrimin, nënçmimin e njeriut është fenomeni i bullizmit. Bullizmi është një dukuri agresive dhe e papërgjyeshme dhe nënkupton ushtrimin e dhunës dhe të sjelljes agresive nga një individ apo një grup individësh ndaj të tjerëve, ndaj një individi ose ndaj individëve të tjerë. Kjo dukuri është e përhapur më së shumti në mesin e të rinjve, dhe veçanërisht gjendet edhe në mesin e nxënësve në shkolla. Duke e vlerësuar gjendjen e kësaj dukurie, vihet re se ajo karakterizohet nga përsëritja. Domethënë, ndodh më shumë se një herë dhe tregon një çekuilibrim në raportin e forcës dhe autoritetit mes njerëzve. Individët që ushtrojnë bullizim zakonisht përdorin pra forcën fizike për të arritur qëllimet e tyre ndaj të tjerë. Fenomeni i bullizmit është në forma të ndryshme. Ndonjëherë është vetëm verbal, në formë tallje dhe përqeshje. Ndonjëherë është verbal me qëllim fyerje dhe cënim të nderit të tjetrit. Herë tjetër është friksim dhe kërcënim. Ose ndodh duke e penguar viktimën e këtij fenomeni të ecë në rrugë, apo duke e detyruar të kalojë në një vend të ngushtë, ose mund të ndodh me dhunë ndaj pasurisë dhe sendeve të saj,
qoftë duke i shkatëruar për ato pasuri, ose duke i marrë, dhe në rastet më të rënda, bullizmi mund të arrijë deri në shkelje të nderit në forma të ndryshme. Allahu na ruaj prej kësaj dukurie shkatërruese. Por çfarë thot feja e pastër islame për këtë dukuri negative, për bullizmin? Feja e pastër islame ka qëndrim të ashpër ndaj dukurive të tilla, ndaj të gjitha dukurive negative, shkatëruese, atyre dukurive që sjellin të keqe, sjellin pasiguri në mesin e njerëzve. Islami e dënon rrepsisht bullizmin, e ndalon talljen dhe dhunimin e të tjerëve. Feja islame pra i ndalon këto dukuri, duke paralajmëruar për pasojat e tyre si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Kushdo që e lexon Kuranin e shenjtë, do të gjejë dhe do të bindet se ajo është pra sqarues për gjithçka. Edhe për fenomenin e bullizmit, Allahu i madhruar na flet në librin e tij të shenjtë në Kur'an, famlar. Dhe këtë e gjejmë në ajetin 11 të surës Hujurat, në të cilin Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد إيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمين. أولئك هم الظالمون. Që do thot, o ju që keni besuar, as një burr prej jush të mos tallet me burra të tjerë. Se këta, pra që ju i tallni, mund të jenë më të mirë se ai që tall. Gjithashtu as një grua të mos tallet me gratë e tjera, se këto që tallen mund të jenë më të mira se ajo pra që i tallet. Mos e nënçmoni dhe mos e qëndisni njëri tjetrin me nofka të këqija. Sa e shumtur është të thirrësh me emër të keq pas pranimit të besimit. Ata që nuk pendohen janë vërtet të padrejtë. Në këtë ajet shfaqet qartë refuzimi i Islamit për çdo formë të cënimit të dinjitetit dhe pozitës së besimtarit. Nënçmimi i tij është si një sfidë dhe kundërshtim ndaj Allahut, i cili e ka nderuar njeriu dhe e ka lartësuar mbi të gjitha krijesat, siç e përmendëm në ajetin e 70 të surës Isra. Prandaj Islami na mëson që të respektojmë çdo njeri, pa dallim race, feje, pamje, pasurie apo prejardhje. Ai që tallet me tjetrin për diçka që nuk e ka zgjedhur vetë, siç është pamja, ngjyra, trupi, në të vërtetë ai kundërshton urtësinë e krijuesit fuqiplot. Andaj duhet të ketë kujdes. Në këtë ajet Allahu përmend edhe gratë, sepse shpesh talljet për gojime dhe nënvestime ndodhin më shpesh në biseda shoqërore, ku krijohen grupe dhe krahasime. Islami dëshiron që as në shoqërinë mashkullore dhe as në ato femërore të mos ketë as një fjalë tallëse që prek të tjera. Pra shoqëria të jetë e pastër.
Islami i urdhëron si meshkujt edhe femrat që të qëndrojnë larg talljes, përqeshjes, nënçmimit të tjerëve. Ndonjëherë ndodh që një person të quhet me një emër përqeshës ose me një nofë për shkak të ndonjë rasti apo ngjarjeri, e ajo shndrohet në emrin e tij, edhe pse i shkakton atij një ndjenjë të fortë turpi. Këtë e ka ndaluar Kurani i Shenjtë, ku thot: mos i thrisni njëri tjetrin me nofka të këqija, sa i keq është emri i mëkatarit pas besimit. Pra, asnjëherë të mos e thrasim tjetrin me nofka apo me llagape që ai nuk i pëlqen dhe ka për qëllim pra nënçmimin e tij. Përdorimi i nofkave për të ofenduar të tjerët dhe për t'i bërë objektallje është nga zakonet më të këqija që kanë prekur shoqërinë njerëzore në përgjithësi, por edhe atë islame fatkeqësisht, në veçantë. Në fund të ajetit pra 11 të surës Huxhurat, Allahu i Madhëruar thot: ata që nuk pendohen janë vërtet të padrejtët. Kjo tregon se tallja, nënçmimi dhe fyerja, pra bullizimi tjetër, janë mëkate që kërkojnë pendim të sinqert. Ne duhet të kërkojmë falje për Allahu për atë person që e kemi lënduar. Të dashur vëllezër dhe motra, bullizimi është një formë e padrejtësisë dhe agresionit. Allahu thot në Kur'an në ajetin 190 surës Bekare: mos e kaloni kufirin, sepse Allahu nuk i don ata që kalojnë kufirin. Dhe ata që veprojnë pra, ata që bullizojnë të tjerët, ata vërtet kanë kaluar kufirin që e ka caktuar Allahu. Dhe Allahu i urren ata që bullizojnë të tjerët, pra ata që shajnë, ofendojnë, tallin përqeshin të tjerët dhe i nënçmojnë ato. Pra nofkat, pseudonime dhe fjalët përshmuesme që njerëzit u avën njëri tjetrit janë një formë e poshtrimit dhe e talljes. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: muslimani është vëllai i muslimanit, nuk e përçmon, nuk e fyen dhe nuk e turpron. Por fatkeqësisht shohim të kundërtën sot. Shumica e muslimanëve pra përçmon njëri tjetrin, fyen njëri tjetrin, turpron njëri tjetrin, përgojon njëri tjetrin, shpifin ndaj njëri tjetrit. Në një thënie tjetër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: ruhuni nga padrejtësia, sepse padrejtësia do të bëhet errësirë në ditën e gjykimit. Pra, kush e bullizon tjetrin, qoftë me fjalë apo me vepra, po i bën padrejtësi dhe do të mbaj përgjegjësi për këtë. Të dashur vëllezër dhe motra, shpesh fjalët lënë plagë më të thella se goditjet e shpatës apo të plumbit. Islami e ndalon dëmtimin psikologjik të njeriu. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali na thot: nuk ka dëm dhe as ka këtim dëmi pra në Islam. Pra me kuptimin që në Islam pra nuk ka dëm, ka vetë se mirë. Edhe nuk ka këtim dëmi, pra Islami e ndalon njeriu që t'i bëj dëm të tjetër. Kjo pra do të thot se asnjë njeri nuk ka të drejtë të lëndoj tjetrin, as me dorë, as me gjuhë, as me sjellje. Tallja, përqeshja, përçmimi apo shpifja, të gjitha janë forma të dëmit psikologjik, shpirtëror dhe janë mëkat që
duhet hiqje dorë prej tyre. Bullizimi bie ndesh me moralin e pastër islam. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, besimtari më i përsosur në besim është ai që ka moral më të mirë. Pra nuk mund të jesh besimtar dhe në të njëjtën kohë të tallësh, të përqeshësh, të ofendosh, të përgojosh, të përçmosh tjetrin, as edhe një herë. Sipas pasardhjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai që bullizon tjetrin nuk ka moral, nuk ka butësi, nuk ka zemër të pastër. Ai harron se çdo njeri që tall apo thyet është vëllai i tij në fe apo vëllai i tij në krijim, dhe se vlera e njeriu pra tek Allahu mbatet me devotshmëri, jo me pamje, jo me pasuri, as me pushtet e me forcë. Shoqëritë ku njerëzit përqeshin njëri tjetrin, pra bullizojnë njëri tjetrin, e humbin unitetin, sepse aty sundon grindja, mosmarrveshja, zënkat e ndryshme. Ndërsa një shoqëri ku njerëzit respektojnë njëri tjetrin, e duan njëri tjetrin, ajo shoqëri është e bashkuar dhe e fortë. Islami e ka ndaluar që varfëria të bëhet shkak për tallje ndaj besimtarëve apo ndaj njerëzve në përgjithësi, për shkak të veshjes, sepse ka veshjen e thjeshtë, për shkak të banesës e ka banesë të thjeshtë apo ushqimit të tyre. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, kush e përbuz një besimtar ose një besimtare ose e nënvlerëson për shkak të varfërisë apo mungesës së pasurisë, Allahu do ta turproj dhe do ta poshtroj në ditën e gjykimit. Imam Ali alayhis salam ka thënë, mos e përshmo askënd, sepse ndoshta ai është mik i Zotit dhe ti nuk e di. Qoftë edhe të personit cili e shikon në kazanët e mbeturinave, kur mos e përshmo, sepse ti nuk e di. Ai ndoshta mund të jetë mik tek Zoti i plotfuqishëm. Kështu na urdhëron pra feja e pastër islame që të mendojmë për të tjerët dhe kur të mos i përshmojmë. Lukmani Urt i ka thënë të birit e tij, duke e këshilluar, o biri im, mos e përshmo askënd për shkak të rrobave të tij të vjetra, sepse Zoti yt dhe Zoti i tij është i njëjtë. Pra, dhe në një thënie profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, kur të vinë ditën e gjykimit dikush prej atyre që tallnin të tjerët, do t'i hapet një derë nga xheneti dhe do t'i thuhet eja. Ai do të vi me trishtim dhe pikëllim se e di se çfarë ka bërë. Pra nuk ka lënë njeri pa tallë pa përqesh në këtë dynjë. Pra ai do të vi me trishtim dhe pikëllim pra drejt derës së xhenetit, por sa po të afrohet, dera do të mbyllet. Pra, nuk hyn në xhenet ai që bullizon të tjerët, pra ai që tall të tjerët, ai që përqesh të tjerët, ai që dhunon të tjerët, kur nuk e sheh xhenetin. Dhe gjithashtu, në një thënie tjetër, profeti ka thënë, mos e nënvlerësoni asnjë prej muslimanëve, sepse edhe më i vogli i tyre është i madh tek Allahu. Pra këto porosi të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi janë mbështetëse poshtu të fjalës Allahut të Kuranit në ajetin 11 të surës Huxhurat, që na mësojnë që gjithmonë ta duam njëri tjetrin, ta respektojmë, ta nderojmë, dhe jo ta tallim e ta përqeshim, ta nënçmojmë. Disa hadithe na tregojnë se fyerja e besimtarit është haram dhe është konsideruar madje një lloj mosbesimi.
Profeti më i nderuar, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Fyerja e besimtarit është mëkat, luftimi kundër tij është kufër. Ngrënia e mishit të tij, pra përgojimi i tij, është mëkat dhe pasuria e tij është e shenjtë." Po ashtu edhe gjaku i tij. Këtë na porosi profeti Muhammed. A i zbatojmë në këto porosi? Por fatkeqësi shohim musliman, shohim njerëz të cilët kanë lexuar Kur'anin, kanë lexuar Sunetin, por megjithatë shajnë, përgojojnë, ofendojnë muslimanët e tjerë. Njëherë, një nga shokët e profetit, një sahabi, i tha një tjetri, pra një sahabi tjetër: "O biri i të zezës." Dhe profeti, kur e dëgjoi, u zemrua shumë dhe i tha: "Ti e ke fyer atë me nënën e tij, tha. Ti je njeri që ende ke në zemër gjurmë të ignorancës, pra të xahilijetit." Ky hadith tregon pra se racizmi, tallja pra me ngjyrën, me gjuhën apo me përardhjen, janë të ndaluara rreptësisht në fenë e pastër islame. Por si të trajtohet pra bullizimi? Një nga mënyrat më të rëndësishme për trajtimin e dukurisë së bullizimit është forcimi i ndërgjegjjes fetare tek individët që në moshë të vogël dhe mbjellje në zemrat e tyre e virtyteve të mira e të larta si falja, barazia, respekti, dashuria, përullësia, bashkëpunimi dhe ndihma ndaj të dobtit. Duhet patur kujdes që fëmijët të rriten në një mjedis të shëndetshëm, larg dhunës dhe shtypjes, si dhe të forcohet tek ata besimi në vetvete dhe të forcohet personaliteti i tyre në rrugë të së mirës. Po ashtu mediat duhet të punojnë për përhapjen e programeve arsimore, fetare dhe dokumentare që kanë qëllim edukativ dhe të shmangin programet që përmbajnë dhunë, tallje, përqeshje në atë parrullën e humorit. Prindërit duhet të zgjedhin me kujdes programet që ndjekin fëmijët e tyre, të ndërtojnë me ta një marrëdhënie miqësore që në fëmijëri të mbajnë gjithmonë të hapur derën e dialogut, që fëmijët të ndihen të qetë, të sigurojnë lojra që zhvillojnë aftësinë mendore dhe të shmangin ato që përmbajnë pra dhunë. Gjithashtu është e nevojshme të vëzhgohen pra sjelljet e fëmijëve që në moshë të hershme, të identifikohen dhe korrigjohen sjelljet e gabuara, të monitorohet përdorimi i internetit dhe i rrjeteve sociale, të shmanget boshllëku dhe të investohen energjit dhe aftësitë e individëve në programe dhe aktivitete të dobishme për ata. Duhet gjithashtu të ofrohet ndihmë psikologjike si për atë që bullizon, ashtu edhe për atë që bie viktim e bullizmit, në mënyrë që të trajtohen shkaqet dhe pasojat që rrjedhin prej tij. Duhet të zhvillohen fushata pra ndërgjegjësuese për të gjitha moshat lidhur me sjelljen e bullizimit dhe mënyrat për ta parandaluar atë. Ai që bullizon duhet të pendohet sinqerisht, të kërkojë falje nga ata që i ka lënduar dhe të ndryshojë sjelljen e tij. Shoqëria ka për detyrë të ndërhyjë pra për të ndaluar bullizimin, qoftë në shkollë, në punë apo në rrjete sociale, dhe të krijojë një mjedis të sigurt e të drejtë për të gjithë. Islami është fe e mëshirës, respektit dhe dashurisë. Bullizimi është e kundërta e këtyre vlerave. Kush përqesh, fyen apo poshtron të tjerët, në fakt ka zemër të sëmurë dhe është larg nga mëshira e Allahut. Allahu i madhëruar thotë:
Allahu nuk I do mendjemdhejt e përshmues, ata që janë mendjemdhejt dhe përshmues të tjerë. Prandaj le ta ndalojmë gjuhën, duart dhe sjelljet tona nga çdo gjë që lëndon të tjerët. Le të përpiqemi të jemi burim dashurie dhe sigurie për njerëzit që na rrethojnë. Siç ka thënë profeti Muhammed, muslimani është ai që gjuha dhe dora e të cilit, pra është ai nga gjuha dhe dora e të cilit njerëzit janë të sigurt. Të dashur vëllezër dhe motra, Surja Huxhurat është surja e moralit dhe unitetit. Ajo na mëson si të jetojmë me dinjitet, respekt dhe dashuri në këtë jetë. Dhe të jemi ata që qeshin me mirësi, por kur në dëm të tjetrit. Le të jemi ata që flasin me butësi, që përmirësojnë, jo që lëndojnë. Mos e gjykojmë askënd nga pamja. Ndoshta ai që ti përshmon për rrobat e thjeshta, ai e kalon natën me adhurim e me lutje dhe ditën nuk dëmton as milimongët. Mos krenohemi me pasurinë, pozitën apo diturinë, sepse të gjitha këto janë mirësi kalimtare. Ajo që vlen është devotshmëria. Të ruajmë pra gjuhën tona. Fjalët janë si thika, mund të shërojnë, por edhe të plagosin. Të edukojmë fëmijët tanë dhe të rinj me frymën e respektit, dashurisë dhe jo me frymën e përshmimit, të talljes së përqeshjes. Të dashur vëllezër dhe motra, bullëzimi çon në falimentim në ditën e gjykimit. Dhe këtë na e thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, I cili një ditë ishte me shokët e tij dhe u tha: "A e dini kush është I falimentuari?" Sahabët, shokët I thanë: "Ai që nuk ka pasuri." Profeti u tha: "Jo, I falimentuari I umetit tim është ai që vjen ditën e gjykimit me namaz, agjerim dhe zekat, por ka fyer filanin, ka shpifur për filanin, ka goditur filanin dhe veprat e tij të mira u jepen atyre që I ka dëmtuar dhe I ka lënduar. Kur t'i mbarojnë veprat e mira, I jepen atij mëkatet e atyre që I ka dëmtuar. Pastaj hidhet në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj. Prandaj le të jemi të kujdesshëm. Të qëndrojmë larg bullizimit dhe ta luftojmë, ta ndalojmë në mesin e shoqërisë tonë. Elus Allahun e madhruar që të ne pastroj gjuhët tona nga tallja dhe përgojimi, të na mbush zemrat tona me mëshirë dhe mirësi dhe të na bëj për atyre që dëgjojnë fjalën dhe ndjekin atë që është më e mira për saj, dhe sigurisht që fjala më e mirë është fjala e Allahut, fjala e profetit Muhammed dhe e ehli bejtit të tij të pastër të lirë. Allahu I ruaj dhe ju begatoftë ju familjet tuaja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin me ju.